Përshëndetje nga horoskopi nesër. Këtu është horoskopi i hënë 27 tetor 2025. Dashi. Mënyrat e reja pune janë të mundshme, por edhe në nivelin sentimental gjërat janë më të mira, vetëm në dashuri po thuresh, jo xhelozisë, ja akoma gjilpëra e bilancit. Demi. Nuk është një ditë ideale për t'u zemëruar. Në marrëdhëniet me shigjetarin dhe dashin duhet pak më shumë kujdes. Binjaket. Ndjenje e qartë se dikush ju vë në hije, se ka kundërshtime në vendin e punës dhe në familje. Divergjencat në dashuri nëse ka një projekt të përbashkët për t'u realizuar. Kujdes dhe largpamësi maksimale me paratë. Gaforja. Në ditët në vijim pritën takime pasionante, dashuri befasuese me shikim të parë, por edhe lajme në sektorin e punës dhe shtëpisë, duhet të organizoni më mirë punën, të shkurtoni shpenzimet. Luani. Kjo është një kohë e mirë për të kërkuar perspektivat e reja të punës nëse dëshironi. Në dashuri, ju jeni fituesi. Një sukses i vogël që vjen së shpejti. Virgjeresha. Është një ditë shumë interesante sa i përket aktivitetit. Nëse ka pasur tensione dhe armiqësi në të kaluarën, tani është e mundur të bësh paqe. Peshorja. Nëse jeni në një lidhje prej vitesh, tani është e mundur të rikuperoni një ndjenjë. Nuk mund të fshiheni më, doni të bëni diçka që të mahnit, disa ziliqarë mund të përpiqen t'ju ndalojnë. Akrepi. Një zhgënjim personal mund të shfaqet në këtë periudhë, kur izoloheni do të thotë që po mendoni seriozisht për të ardhmen tuaj, mos u lodhni. Shigjetari. Dikush ka tradhtuar besimin tuaj në dashuri gjatë 3 muajve të fundit. Ju duhet të luftoni kundër një shefi ose dikujt që dëshiron t'ju vendos në plan të dy. Britsjapi. Ju nuk dukeni shumë të motivuar sot, është sikur po bëni një pushim për reflektim. Në dashuri keni nevojë për liri, por sot mos jeni shumë debatues me të gjithë. Ujori. Ata që kanë një biznes të rëndësishëm do të duhet të kujdesen për diçka të re. Në këtë periudhë dikush është i dashuruar, por ka të bëjë me një njeri të paqartë. Kjo gjë agjiton shpirtin, por rrit dëshirën. Peshqit. Ju patjetër po arrini punën. Për çifte e forta do ketë shumë kreativitet, biznes i vogël. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Kalofshin një mbrëmje të mirë.